Sepse ka një problem, se unë e kuptoj zotin Lisaja kanë marrë seriozisht këtë punë dhe kjo është gjë dakord të shumë e mirë brenda Partisë Demokratike dhe nuk është për t'i dhënë peshën që Partia Demokratike ju ka plas luftë dhe shkundra gjithë. Ndërkohë që kanë dalë përgjimet e Ballukut tani. Gjithë kundra këtyre njerëzve. Të lutem tani t'i themi ca gjëra tamam. Spaku, edhe në qoftë se mobilizimi i Partia Demokratike ka nevojë herë për të ndryshuar ca pozicione aty e ka urgjente sepse politika është perceptim. Ata mund të jenë njerëz shumë të ndershëm, mund të jenë njerëz shumë të zotë. Dhe unë nuk kam asnjë lloj gjëje me ata personalisht, por perceptimi publik dhe veçanërisht perceptimi i demokratëve nuk i pranon ca njerëz. Nuk mund të fshihen pasi hijes së Sali Berishës. Bolli ka marrë Sali Berisha prej 30 kush janë po t'i them se s'kam asnjë problem, janë gjithë kupola drejtuese e Partisë Demokratike. Unë mendova sot Sali Berisha do bënte një thirrje Këshillin Kombëtar, Partia Demokratike ose edhe këta vetë që struktura drejtuese e Partisë Demokratike të ndërhiqej, po që don në të gjithë linjen e saj të djallë. Nuk po na e godet Sorosi linjen, por po na e godasin këta deputet të cilët nuk kanë një linjë orientimi. Nuk po e godet, nuk po çorienton Sorosi Partinë Demokratike, po çorientohen vetë këta. Dhe këtu është problemi se dikush duhet mbajë përgjegjësi dhe kur mban përgjegjësi, akti i parë i përgjegjësisë është dorëheqja. Perceptimi i demokratëve dhe perceptimi i qytetarëve shqiptarë, edhe nga mesazhet që kam unë që po mbin tani që s'po mblen të përqendrohem dhe në emision, është kërkojnë që të ketë një ndryshim. Është perceptimi ti mund të jetë i gabuar, por i tillë është perceptimi. Bëj një pyetje. Ju të lutem edhe një sekondë se e mbylla. Ta shikojmë diçka dhe duhet kuptuar. Politika është dialog i herë. Politika është marrëdhënie edhe me kundërshtarin, se këto kujtojnë se me kundërshtarin nuk duhet kesh marrëdhënie, duhet kesh dialog edhe marrëdhënie në raport me situatën dhe interesat e tuaja. Mbarojnë interesat, ndërpritet marrëdhënia, fillon betejë. Frika ime është këtu, që ky spaku që i kemi dhënë medalje, diku me drejt, diku pa drejt, po i jep mundësinë Edi Ramës për ta qur Shqipërinë në zgjedhjet e parakoshme kur doje Edi Rama për ta futur Shqipërinë, se klima e opinionit publik dhe vetë Partia Demokratike po e kërkon këtë gjë. Tani kushtet që jemi ne këtu me ca dallkauk, me ca njerëz, me ndoshta dhe pamundësinë për të prodhuar, po dëgjoj tani. Po e kuptoni se njerëzit janë varfër totalisht, sidomos demokratët janë varfër totalisht. Po janë shtresa më e varfër në Shqipëri. Shtresa më e varfër në Shqipëri. Edhe socialistët, se mos mendosh se problema socialistët kanë pushtet lokal, pushtet qendror, mos ja çoj hallin aty. Mos konsidero vetëm drejtorët orildar, se socialistët e thjesht demokratët nuk kanë asgjë. Pensionistët nuk shumë do të mundin. Sa filloi flasë këtë sepse gjithmonë kur duhet ta shpalos një ide më shpalose padyshim ne kemi respekt për mendimin tënd, po ka një ta bëjmë dialog. Nuk ke nevojë më ndërritë, unë nuk flet kush më bën shpejt se unë. Unë ja prit. Prandaj do ta bëjmë dialog, jo monolog. Unë jam profesor i kësaj pune, nuk është puna. Unë e di prandaj pse ti kujto se jam njëri që vi me nerva, unë jam shumë i qetë në familje kudo në shoqëri. Unë e kuptoj se televizioni do rritem dhe prandaj e bëj. Tani, ka kjo gjë. Ekziston kjo gjë. Në Partinë Demokratike, në qoftë se do të futet zgjedhje si e kërkojnë këto, zgjedhjet e parakoshme dhe çfarë është, Edi Rama i futet zgjedhjet do ta fitojë prapë. Sepse ka krimin organizuar, ka gjë dhe pastron partinë, e kupton, dhe realizon ëndrrën e tij të futen e integrimit Bashkimit Evropian dhe ky hajduti i Shqipërisë dhe i Ballkanit futet në historinë e Shqipërisë. Kupton? Këto duhet t'i japim ne. Këto duhet t'i japim ne shqiptarëve. Ne duhet duhet ndërtojmë forcë politike që ka besueshmëri, ka integritet, ka fuqi, ka hapësirën për të prodhuar retorikë dhe retorikë konstruktive dhe ka besueshmëri. Dhe dokument krijon opinionin, pa lema të tani dokumentin ti do të tallesh me mua apo do të po jo ose drejtë s'mund ta konsiderosh ashtu. Jo, po them te kjo pjesa pra. Kam qenë vetë 2 herë antar i Këshillit Kombëtar. Po si mund thua tallesh, ndërkohë që ajo është dokument që është miratuar sot. Reldar, duhet ta çosh analizën deri në fund. Jo, analizën deri në fund sepse nuk po të orientoj. Jo, sepse fole shumë mirë, duhet të rinovim, duhet të ikin disa, por do me thënë e limiton atë aspektin e si e limitoj, po unë kështu objektivitet. Po jo pra, po si ti do të rinovosh ti me po mi pra, duhet ta çosh deri në fund, nëse ti thua rinovim, nëse ti thua rinovim, pa hequr këtë që nuk mban premtimet me të cilat erdhi, është çik problematike. Unë mendoj që Sali Berisha është aktualisht në kushtet që ndodhet Partia Demokratike, këta kam sinqeritet, është lider i padiskutueshëm. Kush e mohon këtë? Problemi është mjafton, nuk mjafton. Unë nuk bajtohem as me mediat
që kanë kriju një opinion dhe kanë kriju një imazh, edhe ky fakti që i mshën këtij dokumenti që për hir të vërtetës nuk është për të marrë një zë kaq të rëndësishëm, një studio, po kaq të rëndësishme të mikut tim Andreas dhe të miqve të tjerë që janë pas. Pse nuk përqendrohen te reformimi, te përmirësimi, po tek facoleta? Unë mendoj që Partia Demokratike perceptimi, unë kam ndjek dhe foltorët e Sali Berishës. Isha dhe në foltorën e Mirditës. Demokratët dhe njerëzit atë Sali Berishën e konsiderojnë Partia Demokratike. Unë nuk pajtohem me këtë. Unë nuk mendoj që individet janë, por simpatizantët e Partisë Demokratike mendojnë kështu. Dhe unë nuk jam askushit ju dal kundër atyre. Por nëse nuk se të ikin këta të tjerë që janë po aq përgjegjësisht ajo. Në kushtet që ndodhet Partia Demokratike sot, fatkeqësisht, jo për fajt asaj. Jo për fajt asaj. Jo për fajt asaj, për fajt që autokracia këtu ka hell të gjithë baterit për ta delegitimuar si alternativë në opinionin publik. Pyetja që shtroj unë dhe ajo çfarë unë duhet të shoh tek Partia Demokratike, për faktin që më Karata njoh edhe nga brenda, tashmë e njoh dhe nga jashtë. Unë vetë sot mund të jem mbështetës Partisë Demokratike, ndoshta kur të vjerin pushtet, vetë nga mënyra se si jam unë si organizuar si individ mund dal në opozitë. Nuk kjo s'ka lidhje. Partia Demokratike që është tashmë kërkohet e mbylla. Kërkohet të riorganizohet pikëpari vete për të ndryshuar perceptimin. Ndërkohë do kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër vizitare, do rikthehemi në studio.